Vëlla. Motër. A e dini ju që kisha një baba unë? Ne e dinim. Ne e dinim këta e dashur. Që sa ku e dini? E morëm vesh. Pikërisht të nesërmen, pasi të gjetëm në plehra. Bi. Gülayşe. Shpirti motrës. Eja këtu. Ali. Jo, përse më bët këtë gjë mua? Përse më fshet nga baba im ju? Motra ime, përgjigjja ka për të mërzitur. Do të ta them më vonë. Shiko tani je bashkuar me babajnë tonë. Dakor, ti je zemëruar me ne, por mos u mërzit, më të lutem, ha? Vëlla, të lutem, thuaj diçka për hir të Zotit, përse më fshet nga baba im, thuaj diçka, të lutem. Gülayşe, në atë pallat, Xhaxhai yt, Xhaxhai që është gjaku yt, të shiti tek çatalli. Çfarë mund të bënim tjetër përveç se të fshehim? Çfarë? Bi. Eja, le të shkojmë në Riva Park. Unë do të tregoj gjithçka. Barbarosi mund të vi me ne, nëse dëshiron. Të lumë ty, zotëri Nizam. Fillimisht i helmove shpirtin dhe pastaj do ta marrësh? A kështu? O zotë e pabesueshme. Eja këtu, e barbar në rregull? Gülayşe do të shtrihet dhe do të pushoj pak lart, në rregull. Hajde, shkoni në shtëpi, hajde. Nuk do të shkoj askund pa marrë vajzën time. A marr, ore. Unë të thash që s'do të keqim dorë nga Gülayşe. Edhe unë të thash. Vajzën e kujt po e mban dhe nuk po ma jep. Mjaft e bë të jetoj në varfëri për 23 vjet. Unë do ta marr vajzën time dhe do të shkoj në Riva Park. Kush dëshiron ta shoh, le të vi atje. Gülayşe është e jona, nuk mund të largohet. Priti djalosh, për çfarë po flet? Lara është vajza jon. Ashtu është. E jotja është. Eja këtu e dashur. Kin. Eja, barbar, lëshoj atë. Ej, lere vajzën time të Gülayşe. Mjaft, mor! Mjaft tashmë! Mjaft, e jeni në vete! Çfarë jeni duke bërë? Xhaxha Nizam, atë kujtohet që më tregove një histori të profetit Sulejman si fëmijë? Ishin dy gra, me një fëmijë në duar. Erdhën te profeti Sulejman, të dyja. Njëra nga gratë i thotë se foshnja është e saj, dhe tjetra pretendon se foshnja është e saj. Pastaj profeti Sulejman u thot ta presin fëmijën për gjysmë dhe të ndajnë pjesët. A nuk ishte kështu? Ju kujtohet? Më pas njëra nga gratë thot se kishte ndryshuar mendje. Unë heq dorë, tha, le t'jetë foshnja e gruas së dytë. Pastaj profeti Sulejman tha, ja, kjo është nëna e saj e vërtet. Jepja asaj. A të kujtohet? Tani, unë nuk jam profeti Sulejman. Nuk e di se cili prej jush është familja e saj e vërtet. Por, që ta ndani Gülayşen për gjysmë nuk do ta lejoj. Kuptuat? Prandaj e jani në vete dhe mendoni. Tërhiquni tani. Ne po ikim. Nuk e di nëse do e hani njëri tjetrin ose do e coptoni njëri tjetrin apo çfarë do të bëni. Vendimi nuk do të merret nga ju. Vendimin do ta marr Gülayşja.
Gülajshe, në rregull. E gjitha kaloi. Vëlla? Vëlla? Hall, çfarë ndodhi? A nuk u takua Xhaxhai me Larën? U takuan, vajzë, u takuan. Në fillim ai ishte shumë i lumtur, por më pas i gjithë ferri shpërtheu. Shiko çfarë më tha i rrem. Idiot. Do të më bëjtë të çmendem. Çfarë do të thotë që ajo do të vendos? Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë? Vëlla? Tu bëfsha kurban, të lutem mos e bëj këtë. Je duke bërtitur që kur hipëm në makinë. Nuk mundet. Mua, asgjë nuk do të më ndodhë derisa ta çoj vajzën time në shtëpi. Nuk mund të jemi qetë derisa ta mund Barbarosin Haxher. Të lutem mos për hir të Zotit. Ko ai gjeti vajzën tonë, të cilën ne e kërkojmë për 23 Po, e gjeti, por pastaj e mori nga unë. Ai tha se ajo do të vendosë se kush është familja e saj. Xhaxha Lara tashmë është 18 vjeç. Sigurisht që do të vendos vetë. Ndoshta ajo nuk do të dojë të largohet nga gazoshti rrugës. Unë nuk do të lejoj të ndodhë kjo. Sot, më në fund, mora frim pas 23 vitesh. Nuk do të lejoj të ndodhë. Do të varros të gjithë ata që janë kundër meje. Por nuk do të kaloj asnjë ditë pa vajzën time. Edhe nëse ajo thotë jo. Këtë duhet ta dinë të gjithë. Je më mirë? Gülajshe, lërë të shoh. Je mirë? Do të tregoj diçka aty. Tani kam një kartë identiteti unë. A e di e këta? Por familje ime ma fshehu mua këtë gjë. Ata nuk e bën këtë, vajzë. Thjesht ishin vetëm fëmijë që u përpoqen të të mbronin. Por ka shumë kohë që jemi rritur në barbar. Unë i kuptoj se ata thanë gënjeshtra që kur ishin fëmijë. Por pse nuk më thanë të vërtetën kur u rritëm ne të gjithë, më thuaj. Sepse jeta jote ishte në rrezik, Gülajshe. Ja, xhaxhai yt është një person shumë i keq. Nëse jeta ime do të ishte në rrezik, ata mund të më thonin mua këtë gjë. Ata e njihnin baban, ti mund të shkonin te babai, mund të shkonin në polici, nuk e di. Ata duhet të më tregonin mua për këtë.
Ndoshta kishim frikë mos të humbisni. Por ata donin të më ndanin mua për gjysëm vetëm që mos të më humbnin mua. Ashtu si historia e profetit Suleman që më tregove mua? Ata më ndanë personalitetin tim në 2 pjesë. Më lanë mua të paplot, barbar. E di pse mendoj se e bën këtë. Përse? Sepse mendimi për të humbur dikë të bën të çmendur, të bën të humbasësh mendjen. Kjo është arsyeja. Për shembull unë. Ashtu? Po. Por duket se ti nuk e ke humbur mendjen sa duhet. Ti dhe se ishe një polis dhe pse dje se mund të më humbisje. Më tregova dhe për babain? Hajde. I shkatrova të gjitha. Unë nuk e kuptoj. Vërtet nuk e kuptoj. Dua të them, ti je zemruar me njerëzit e tu, sepse ata të kanë gënjur për mos të humbur. Po më qorton edhe sikur të them të vërtetën duke rrezikuar të humbas. A është kështu? Nuk e kuptoj, ke shizofreni apo diçka tjetër, vajzë? A e vërtet është? Ti je një grua. Kush jemi ne? Ne jemi femra. Çfarë duam ne? Gjithçka. Kur i duam, tani me njëherë. Barbar do të godas me grush tani, ha? Aman, moj. Mirë, po bëja shaka. Vërtet isha duke bërë shaka. Shaka ishte vërtet. E çfarë po mendon tani? Do zgjedhësh familjen apo babain tënd? Nuk më ke lënë hapësirë të mendoj. Mirë, në rregull, e mbylla gojën. Tani mendo. A është ai në zyrën time? Po, zonjë. Urdhëroni, prokurore. O, prokurorja Sara, si je? U bë shumë kohë pa u parë. Ndoshta do t'ishte më mirë të ngriheshe në këmbë. Më vjen shumë keq, prokurore. Çfarë më them? Veprova në mënyrë idiote. Ulu. Faleminderit. Ne njihemi prej kohësh, por jam i shqetësuar sepse kjo është hera e parë që do të dëshmoj sipas një marrëveshje. Mund ta shoh. S'mund të ndalesh duke folur. Hyr. Faleminderit. Ju boft mirë. Dërgo dikë që të shkruaj deklaratën. Me njerë, zonjë. Nuk do të pi asgjë, unë faleminderit. A dëshiron të pish ndonjëherë? Kam një helm shumë të mirë.
Unë duhet marrë një dënim të reduktuar, por ju dëshironi të më ekzekutoni me vdekje, nuk është e drejtë kjo. Unë e kundërshtoj dënimin me vdekje. A ka gjë më të mirë se të marrësh burgim të përjetshëm dhe të kalbesh në burg? Ëndrat përballë realitetit, apo jo? Ti do të më dënoj me një dënim të përjetshëm edhe sikur të kaloja rrugën me një ndezje të semaforit të kuq. Tani, zonja prokurore, Barbari më tha se do të marr 7 vjet, por do të lirohesha me kusht pas 3 viteve. Dua të them si do të ndodhë kjo më saktë. Më fal, po ti dëshiron të negociosh me mua? Nëse dua mund të të arrestoj tani. Dhe vetëm trupi i yt mund të dalë nga burgu. Hyr. Faleminderit, prokurore. Fillo. Çatall. Jep deklaratën që ke rënë dakord me Barbarin. Ose do të arrestoj para se të largohesh nga kjo ndërtesë. E kupton? Ti zgjidh. Tani nëse jap deklaratën do të arrestoni Menderesin ju? Prandaj ne kemi nevojë për deklaratën tënde që ta arrestojmë atë. Po, atëherë me njëherë merreni Menderesin në paraburgim. Sepse si dëgjova, ai po përpiqet të gjejë dikë që të vrasë Barbarin. Po. Punë të mbarë. Faleminderit, urdhëroni. Do doja të shija rastin e Jupogullut. Unë jam avokati Menderes e Jupogullu. Ja këtu e ke dosi. Për fat të keq, ju nuk mund të shihni atë, sepse janë konfidenciale. Dëgjova se Menderes e Jupogullu do të merret në paraburgim. Si avokati ti, kam të drejtë të shqyrtoj këtë çështje. Është e drejta ime ligjore. Nuk e di se ku keni dëgjuar, por ka një urdhër kufizimi nga gjyqtari ndaj kërkesës son për konfidencialitet të hetimit në dosje, kështu mendoj. Dua të them, nuk më intereson nëse keni të drejtë apo nuk keni të drejtë, zotri advokat. Tani lëre të qetë asistentin tim dhe largohu. Është prokurorja, shiko, prokurorja është. Urdhëro zonjë. Ku jeti tani? Jam jashtë me Gylajshen. Duhet të vi në gjykat? Jo, mos eja. Dhe mos u paraqit fare, mos u shëtit këtej. Mos e vë në rrezik jetën tënde dhe të asaj tani. Çfarë ka ndodhur? Dëgjove diçka? Çatalli dha deklaratën e tij. Menderesi po përpiqet të gjejë dikë të vrasë. Ty, mendoj. Ndoshta ai tashmë ka gjetur dikë. Mirë, mbyll telefonin, mbylle.
Gylajshe, e të shkojmë. Unë nuk dua të shkoj. Dhe nuk dua të takoj asnjë prej tyre përveç vëllas Abitit. Nuk dëshiron të shkosh as në shtëpi? Atëherë le të shkojmë në Riva Park. Çfarë do të bëjmë tani? Çfarë mendon? Nuk e di, Barbar. Nuk e di se çfarë të mendoj. Më duket se do të besoj se çfarë do që të më thot dikush. Më duhet të jem pak vetëm dhe të mendoj e vetme. A nuk mund të qëndrojmë diku këtu sonte? Nuk mundemi, Gylajshe. Nuk është e sigurt. Shiko, xhaxha yt është një njeri shumë i rrezikshëm. Si mund të jetë ai i rrezikshëm? Është aq i rrezikshëm sa mund të vrasë një person pa menduar fare. Prandaj dërgova babain tënd dhe hallën tënde në Riva Park dhe dërgova shumë policë atje. Por ti nuk do të shkosh atje. Mund të shkojmë tek miku im atëherë. Përveç kësaj, është një vend i sigurt që askush nuk do ta mendonte kurrë. Ha? Mundet. Por a mund të marrim edhe vëllas Abitin me vete? Mirë, mundet. Unë do të rri me Sabiti dhe ti do të mendosh me qetësi. Vendos nëse do të qëndrosh me familjen tënde apo do të shkosh me babain tënd. Duhet të marr një vendim apo jo? Familjen time nga gjaku? Apo familjen time nga shpirti? A mund të shohësh dosin? Jo. Prokurori ka marrë një urdhër ndalimin nga gjyqtari. Nuk mund të bëjmë asgjë për këtë. Mirë po, pash diçka shumë interesante. Çfarë ke parë? Çatallin. Ne pash duke dalë nga zyra e prokurorit. Ai u largua shumë lirshëm dhe me qetësi. Çatalli? Nga zyra e prokurorisë? A i akoma këtu? Nuk përgjigjet. Hyma nuk u përgjigjet thirrjeve të mia. A ndodhi diçka e keqe? Pra, nesër do të arrestohemi. A ka diçka më të keqe? Raufi telefonoi. Mora vesh që daja ju t'u largua me qetësi nga zyra e prokurorit. Çfarë po bënte ai atje? Çfarë mund bëj ai nës? Natyrisht, ai dëshmoi kundër nesh. Kjo është arsyeja pse Barbarosi do të na mbajnë në paraburgim nesër. Mendoj se ata janë duke pritur për vendimin e gjyqtarit. Gjithsesi, unë po shkoj ta thras dajën tënd. Dhe ti tash më dil nga kjo dhomë.
Menderes, Urdhëroj jeta ime. a nuk është tashmë dëja imi kërkuar për vrasjen e Nerminit? Pyes vetin si mund të largohej aq lirshëm nga zyra e prokurorit? A nuk ke dyshime? Nga ta di unë e dashur. Mos më gënje mua. Jam dakord me çdo gjë, për me gënjeshtrat nuk pajtohem. Naz, A nuk ishte dëja ime ai që e vrau Nerminin? mirë, e pranoj. Punësova një djalë të pastre. Dhe pastaj u përpoqe t'ja hedhësh vrasjen ndaj tim. Barbarosi nuk u josh me këtë. Duhet të kishte bërë një marrëveshje me çatallën. Problemi është në kokën tonë. Nuk do ta prekësh Barbarosin. Unë do të shpëtoj nga gjithçka që do të vënë rrezik. Nëse nuk e ke kuptuar për kaq Edhe shumë unë do kohë. bëj gjithçka për ty. Por jo duke vrarë dikë. Barbarosi është kushëririm. Ne i tham dajes tënd që ta frenonte djalin e tij, por ai bëri një marrëveshje me të. Ne duhet ta ndalojmë Barbarosin, nuk e kupton. Çfarë do të bësh? A do ta ndalosh duke e vrarë atë? Daja im ka shkuar tashmë në prokurori dhe e ka dëshmuar këtë. Ka mbaruar. Çfarë do bie do të na bëjë nëse vdes Barbarosi? Mendon se nuk e ka menduar këtë? Çfarë je duke bërë përsëri ti? Është policia. Menderes është policia. Prit, qetëso, qëndro këtu, prit. Po vi. Ku është Suati? Nga e dim ne, zonja Sezin? Burri im nuk erdhi në shtëpi mbrëm, të pyeta se ku është ai. Zonja Sezin, ndoshta burri juaj mund të ketë kaluar natën me një grua tjetër. O zot, pse na pyet neve? Nuk është as pa koha për ngacmime, zonja Naz. Ai u çment pasi u e pushua të nga puna ju. Ai u largua duke përtitur se fajin e ka Menderezi dhe nuk u kthye në shtëpi më deri vonë. Pa dyshim është një grua tjetër e përfshirë, Menderes, unë e kuptoj këtë. Zonja Sezin, përse burrim do ta pushonte burrin tënd për hir të Zotit? Sepse ai nuk pranoi të ndryshonte pamjet e kamerës, apo? Këtë e thua? Për çfarë pamje she ke fjalën? As mos e moho kur, zotri Menderes. Ju dëgjova juve. Zotri Menderes, po ju them se do rezultoj se unë e kam bërë atë video. Kam provat më të rëndësishme që do e zbardhin çështjen. Të do arrestohen para teje, sepse kam heshtur për gjithë këto vite. Nuk do fshi asgjë, zotri Menderes. Nëse bën diçka me të dhënat që ke dhe ja e policisë, kam qindra kopje të atyre pamjeve dhe do i publikoj një nga një në internet. Ti po zihesh për shkak të disa pamjeve që do të shkatronin ty që i ka Suati ato, apo? Tani, më thuaj se ku është burri im, ose për ndryshe do të thras policin. Zonja Sezin. Si të doni ju, zotri Menderes? Do të pyes unë policin, dhe pastaj do t'ju tregoj edhe për pamjet me njëherë. Zonja Sezin. As? Nas, çfarë bëre? Ajo vdiq. E vrava atë. Vdiq. A ka vdekur? Vdiq. Në rregull. Mirë gjana, mbyllë. Po Gilajshe nuk erdhi akoma? Nuk erdhi. Vëlla.
Kë mendon se do e zgjedh ajo? Neve ose babajnë e saj? Nuk e di. Po të mos kishte i marrë vesh se ne e fshehim nga baba i saj. Ajo do kishte qëndruar me ne. Ajo nuk do ta linte vëlla Sabitin vetëm, apo jo? Zeki, ne duhet të sigurojmë që Menderezi do qëndrojë në burg për pjesën tjetër të jetës së tij, nuk duhet të humbim kohë. Hajde. A folej? Jo, vlla, e kam mësuar një prallë për mensh dhe e thot gjatë gjithë natës. Çfarë prallë, pse nuk e kuptoni? Të thash se s'kam inqizim. Nëse nuk është për rallë, më trego si përfunduan bijuteritë në kasafortën tënde. Ha? A u mërzit ajo nga ato dhe ja dha gruas tënde Suati? Ha? Hyrë në shtëpinë time pa leje. Më hape kasafortën, ha? Do të denoncoj në polici. A nuk je polic, do të ankohem për ta. Për kë? Për ata. Më vjen keq. O djalë, nuk ka njeri këtu. Jemi vetëm unë dhe ti. E ke humbur plotësisht mendjen. Mare idiot. Ti po mbron Menderezin që përpoqte të vriste? Unë nuk e mbroj askënd. Të thash që nuk kam asnjë inqizim. Nuk kam pra. Mirë. Me që Xhemali nuk na sheh, atëherë ne do t'ju pastrojmë pa merak. Mbase del nga pisliku i të mund të dale dhe vërteta pas saj, ha? Jo. Hajde fol. Unë nuk kam asnjë video. Ai godet shumë fort, është mirë që nuk mund ta shoh, më lëndon. Të thash që nuk kam asnjë video. Foli më kuar! Fol! A është ky shoku i zemëruar për diçka tjetër? Tani po e përjeton humbjen e Gylajshës. Hajde fol! 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 Hajde fol! Fol dhe më shiko këtu! Fol! Hajde fol! Hajde fol! Fol tani! Fol! O vlla, ai do të vdes o vlla. Ai do të vdes vlla, të përgjerohem mjafton. Dere se do të vdes. Më lëshok. O vlla. Vlla do të vdes ai. Lutem mos. Vlla, në rregull është. Në rregull, në rregull. Në rregull, qetëso. Gjithçka është në rregull. Në rregull, vlla. Në rregull është. Nuk do largohet. Qetëso vlla, nuk do të shkoj. Nuk do largohet. Do na zgjedh neve. Gylajsha do na zgjedh neve, vlla.